Përshëndetje dhe mirë mbrëma. Mirë se erdhët prap në sesionin e radhës me një temë shumë të dashur, të kërkume dhe të njëjtën kohë po besoj që është njëra prej temave më të rëndësishme që na duhet secili prej nesh me e ditë, me integru, me pas në jetën tonë të përditshme. Po kam shumë dëshirë kur po mlidhemi kështu bashkë, po jam shumë e lumtur që po zgjedhim bashkë, kemi ndoshta temat, kemi pyetje dhe përgjigje, kemi po ashtu edhe shkëmbim të eksperiencave nga jeta e secilit prej neve, se si po është ndoshta përditshmëria jonë dhe pastaj po mlidhemi edhe po e diskutojmë se si është forma më e mirë e mundshme që ndoshta me teknika, me praktika, me gjana të thjeshta, me gjana të shumë të përshtatshme, gjana të cilat janë lehtë të kapshme, lehtë të kuptueshme, të nisim ditën, të vazhdojmë gjatë përditshmërisë edhe ta mbyllim pastaj natën. Kjo është mbi gjitha më e rëndësishmja që ta kuptojmë secili prej neve, që ta identifikojmë gjendjen tonë të brendshme, se si po ndihemi, si po reagojmë, si po flasim, cilat janë emocionet që ndoshta po na përsëriten kohë pas kohe, se si ndoshta po sillemi në situata të caktuara, për shkak se po arritëm ta vetësojmë, ta njohim, ta dim se si ne reagojmë, se si ne flasim, se si ne shprehemi, se si përditshmëria jon po na bën çdo ditë ndoshta që ta jetojmë jetën njëjtë. Nëse këtë e bëjmë të vetëdijshme, atëherë e kuptojmë që mundemi me ndryshu nëse diçka po na pëlqen me ndryshu. Prandaj kam zgjedhur sonte që të flasim një temë shumë të rëndësishme, se si në përditshmërinë tonë, do thotë gjatë ditës, me hapa shumë të vegjël, nëse e shohim që po kemi ngarkesë, po kemi një kaos në kokë, po ndjejmë një farsi, një lloj si trullimi ndoshta nga shumë mendime, nga shumë fjalë, nga shumë detyra, nga shumë punë, dhe të njëjtën kohë ndoshta nuk po kemi kohë as 10 minuta, as 15 minuta me u ndal edhe me u marrë me veten. Atëherë sonte po kam dëshirë që t'i ndajmë disa teknika, disa pjesë të teorisë se çfarë të bëjmë në ato situata, në ato rrethana ku ndoshta nuk kemi shumë kohë, ku ndoshta nuk dim shumë teknika, nuk dim shumë praktika dhe mendojmë që realisht duhet me elon veten me vazhdu edhe me jetu jetën ose me vazhdu ditën me energjitë e ulta, me emocionet e ulta, me ndjesitë e ulta dhe komplet jeta pastaj me u jetu në stres. Dhe kemi cek që stresi për një kohë të shkurt, gjatë ditës, gjatë javës, gjatë ndonjë periudhe kur kemi aktivitete çka do të qoftë, është i nevojshëm dhe është një stimulus që të nxit me vazhdu tutje. Po stresi në afate kohore të gjata, do të thonë për vite me radhë, për muaj me radhë, gjendja e trupit nëse është gjatë krejt kohës në stres, atëherë patjetër që trupi kalon në sëmundje, sepse kemi thënë, edhe sëmundja na vjen në momentin që e neglizhojmë veten, e lajmë veten anash, lodhja, molisja, humbja e vullnetit, humbja e ambicjeve, vizioneve, humbja e asaj energjisë krijuese të jetës, humbja ose luhatja e shpeshtë e disponimit është për shkak se nuk ndajmë kohë për vete. Unë e kuptoj që jetojmë sidomos në një kohë ku ndoshta gjanat po shkojnë shumë shpejt, ku po kërkohet vëmendja të jetë shumë e madhe, ndoshta vetëm për botën jashtë, po nuk arritëm me kuptu se si po ndihemi brenda, po nuk arritëm me kuptu pse po janë gjithmonë njëjtat emocione, e njëjta ulje emocionale, atëherë kemi me mbet vetëm duke u sill në të njëjtat gjendje në jetën tonë. Dhe prandaj thojmë ndoshta pse nuk po përparoj në punë, pse nuk po përparoj në relacione me njerëz, pse nuk po ndryshohet asgjë në jetën tem. Kjo pyetja, pse unë po provoj ndoshta shumë gjana, po punoj shumë, po e sakrifikoj kohën, po e sakrifikoj ndoshta edhe shëndetin, gjumin ose çka do tjetër, dhe pse shumë gjana nuk po m'vijnë në jetë. Është për shkak se ndoshta jemi të qëndruar në energjinë e njëjtë, jemi të qëndruar në stresin e njëjtë, në çësjen e njëjtë ndaj jetës. Prandaj për me marrë rezultate tjera nga jeta na duhet me bë diçka tjetër në përditshmëri. Prandaj pata shumë dëshirë që sonte t'jap disa informata të vogla, të cilat janë të zbatueshme në përditshmëri dhe të ndryshu gjithçka nga pak, jo me hapa tepër të mëdha. Nëse kemi mundësi është në rregull, po mirë është të fillojmë me hapa të vegjël. Dhe hapi i parë
nëse ti po ndihesh sikur i mbllokuar, sikur nuk po din si me vazhdu tutje, po i shtyn gjanat ndoshta si thet populli me gjyks, thjesht vetëm sa me i kry, mëngjesi njëjtë, mesdita njëjtë, mbrëmja njëjtë, domethënë jeta po është vetëm si një kopje e ditës së kalume. Nëse ti ndihesh ashtu rahat, është në rregull, sepse lumturinë secili e definon në formën e vet. Po nëse po ke dëshirë me marr pak më tepër për jetës, nëse po ke dëshirë që me ndru gjendjen emocionale, nëse po ke dëshirë thjesht me buzëqesh prej fundit të zemrës, me ndjek gëzimin, me ndjek lumturinë, me u ngrit ndoshta pozit në punë, me kriju relacione të reja, ndoshta me ndjek një ëndër që po të thërret që një kohë shumë të gjatë, atëherë këtu duhet me bën një ndryshim në energjinë brenda nesh. Çka nënt kupton kjo në energjinë brenda nesh? Nënt kupton që me vrejt, hapi i parë kur ndihesh komplet sikur i mbllokuar, hapi i parë që mundesh me e bë, është që ky identifikimi, që sa kohë po ndina kështu. A qëndroj shumë shpesh në këtë energji, a ndina gjithmonë në këtë energji, dhe apo bëj diçka hapa për me ndrru këtë gjendje që jam. Do thotë, çdo gjë në jetë fillon me ndryshu, fillon me rrjedh, që ajo mblokada që thash që e ndjejmë, sikur sado që unë ndoshta po tentoj me punu, me qenë i lumtur, prapë po ndina sikur i mblokuar, ka të bëjë se energjia brenda nesh, do thotë ndjesia, gjendja brenda nesh është çdo ditë e njëjta, është çdo ditë e njëjta, dhe prandaj ndihemi sikur të mblokuar. Prandaj është sikur një lum që ja kemi qitë disa gurë dhe nuk rrjedh pastaj. Kështu që duhet me bë, fillimisht duhet me u heq ata gurë që me rrjedh lumi. Njëjtë është edhe me trupin e njeriut. Fillimisht duhet me i pa çfarë mendime kam. A kam mendime shumë të ulta ndoshta për veten, që nuk ja dal, nuk jam e duhura ose i duhuri për këtë vend punës, që nuk di mirë të shprehem. Gjitha këto bindjet kufizuese. Do të thotë fillimisht hapi i parë që me dal nga ajo energjia e ulët, nga gjendja e ulët emocionale, është me identifiku se si ndihem unë zakonisht, se si flas unë zakonisht, si flas vetes, që po e lajm botën komplet një herë jashtë, sepse fillimisht ka rëndësi ta njohim veten, pastaj mundemi me qenë shumë të mirë ndaj botës përreth, ndaj punës dhe gjithçka tjetër. Fillimisht i kthejmë syt ka vetja dhe filloj me identifiku një herë veten. Ku po e ni? Si po e ni unë këtë mblokim? Si po e ni këtë energji? Dhe nëse vreni diçka të tillë, mundeni edhe me shënu, unë po ndihem në këtë gjendje, unë po i kam këto mendime, unë po reagoj në këtë formë, unë po flas në këtë formë, unë gjithçka që ti po e sheh që trupi yt po nxjerr jashtë, lejoje të del jashtë, sepse mbajt mend që thash sikur uji që rrjedh, lumi që rrjedh, me këto pyetje të mençura që ja bën vetes, i largon çato gurt e lumit, çato mbllokadat e trupit brenda vetes. Dhe më shpejta metodë që mundesh me intervenu më një herë tek ndrrimi i energjisë brenda trupit. Pse me lën ditën me të shku komplet dëm, ndoshta, me thonë, hajtë se nesër nina mirë. Jo, fuqinë e kemi të gjithë brenda. Dhe gjendjen tonë emocionale, nuk kemi nevojë me lën me shty, hajtë se nesër, hajtë se 2 javë pushimi kam verës, hajtë se ndoshta dimrit kam kohë mirëna me veten. Do thotë kjo puna me veten, mundemi me integru, me e përshtat çdo ditë nga pak. Çka nënt kupton? Në mëngjes, në mesditë, ose atë gjendjen e mblokimit, ose lodhjes, ose molisjes, ose çka do qoftë, në momentin që e vrejnë për të veten gjatë ditës, mundesh me lënë edhe një alarm në telefon, me të bë 2-3 herë alarmi brenda ditës, dhe me pyet veten, si po ndihem tash? Dhe sa më shumë, do me thonë, fillon me njoh veten, që kjo njohja vetes, sepse shpesh herë keq kuptohet çka puna me veten, çka njohja vetes. Njohja vetes është me pa si ti jeton dhe reagon ndaj botës brenda dhe jashtë teje. Do thotë, kur bën alarmi i telefonit, ose ndoshta të kujtohet gjatë ditës kjo teknik, thjesht e pyet veten, si po ndihna tash? Në trup ti e nin, nëse je sikur i mblokuar, nëse je në frikë, nëse je në stres të vazhdueshëm, ti e ndjen në trup. E ndjen në gjoks, ndoshta në bark, ndërsa mbi të gjitha e ndjen shumë në kokë, e ndjen sikur një fortunë, e ndjen mendimet sikur një makinë, sikur makina e rrobave e nin komplet me shumë mendime, sikur një erë që po i sill shumë mendime. Dhe në atë moment, teknika më shpejt që mundet me të ndihmu jashtëzakonisht shumë
është frymarrja. Dhe frymarrja është pas një cent, e ke gjatë gjithë kohës me vete, është shumë e thjesht që me gjetë një kënd, me gjetë ndoshta 5 minuta, ose 3 minuta, ose hajde që nuk po mujshë me gjithë atë kënd, je ndoshta midis një mbledhje, je në mes të një aktiviteti, në mes të një pune, çka do qoftë, ndoshta krejt që mundesh me bë, nëse e ke të pamundshme me mbyllë dhe sytë, që të gjitha arsitimet po i heki. Të gjitha arsitimet që mundem me thonë, jo po kjo, jo po aj, jo po ajo, dhe nuk mundem, të gjitha po i largoj, edhe pse se cili mundemi me i gjithë 2-3 minuta, dhe që të gjitha po i largoj, dhe çka mundemi me bë, ndoshta edhe me sy hap, vetëm tash e bëjmë bashkë një teknik, i marrim disa frymarrje të thella, e mbajmë frymen, në momentin që e mbajmë frymen, e ndjejmë këtë trupin që shponihemi. Kemi thonë, nuk ka emocionet mira e të këqija, të gjitha emocionet janë të duhura. Emocionet janë gjuha e trupit. Nëse konstant jemi të ndi keq, trupi është të thonë që nuk je të ndako për mu, që nuk është diçka në rregull, që nuk je të ma jap ndoshta aktivitetin fizik, ushqimin e duhur, ujin e mjaftueshëm, ecjet në natyrë, ndoshta kujdesin ndaj trupit, secili e din pastaj për vete, do thotë në momentin që gjatë këtë kohës njemi me energji të ullt, nuk kemi nevojë me uni keq apson po nihna, po prej këtij momenti merre si sinjal që trupi yt është të trokit, është të thonë, ndaj ko për mu, kthej syt nga anë. Dhe e para që mundesh me e bë, edhe me sy hap, nëse fare nuk je në rrethana që mundesh me i mbyll syt, ndoshta me bë një meditim ose çka do qoftë, e para që mundesh me e bë është që merr frym thellë. Tash e bëjmë këtë teknik. Dhe tek frymarrja e thellë, e ndal, e lën pastaj pak veten e qetësi. Në momentin që e lën veten e qetësi, po e përsëris edhe një herë sepse po i shoh që u shtun disa. Në momentin që e lën veten e qetësi, do thotë nuk merr frym, e bën një blok, e mblokon, i lën me ndjetë të gjitha emocionet. Sepse zakonisht këto humbja e vullnetit, e disponimit, humbja e pasionit, e dëshirës për punë, për jetë, çka do qoftë, vjen nëse vetëm i shtypim emocionet dhe pastaj humb ai vullneti, ai pasioni për inspirimi për jetë. Që kur i lajmë emocionet me dalën sipërfaqe, atëherë gjanat shkojnë turon ben vet. Kështu që kur e mbajmë frymen, në atë moment i ndjejnë komplet këto emocionet dhe kur e liron pak më gjatë. Do thotë merr frym, e mban, e liron pak më gjatë. Dhe kur e liron pjesën, e liron nofullën e poshtme, i liron supet, sepse mbahet ngarkesa zakonisht e ditës, e javës, ose nëse nuk e ke bërë më herët këtë ushtrim, ose çka do qoftë, mundet shumë ngarkesë me qenë në këtë pjesë. Dhe realisht edhe në këtë moment që po e bëj një pyetje, dërgove mendjen tek supet, dërgove mendjen te nofulla, nëse është shumë e shtrëngueshme, vetëm liroj. Domethënë, çysh është sikur e ngrime, vetëm liroje, vetëm leje të lirë. Dhe po e vrej, domethënë vetë trupi na flet, po si na flet nëpërmjet ndjenjave. Si na flet mendja nëpërmjet mendimeve. Kështu që kur mësohemi me e kuptu gjuhën e emocioneve, çka po na thot trupi, dhe gjuhën e mendimeve çka po na thot mendja, pastaj jemi mjeshtër të jetës sonë. Po gjithçka me hapa të vegjël. Prandaj, po e fillojmë shumë shkurt këtë frymarrje që të mundesh me praktiku, do thot hapi i parë, po e përsëris, çka mundesh me bë në momentin që ndihesh sikur i mbllokuar, ndihesh sikur në tension, ndihesh sikur fare nuk po ec dita. Mos e lejo ditën me shkudam, sepse kur nuk i dihet a jemi as jemi nesër mundet me qenë komplet një realitet tjetër, komplet ndoshta një ditë tjetër. Pse mos me bë veten të lumtur në këtë moment? Pse me leju trupin, pse me leju qelizat e trupit, pse me leju komplet gjendjen tonë në stres, për shkak se stresi i vazhdueshëm, lodhja, molisja, humbja e disponimit, na shtyn që me qëndru në energjitë e ulët, dhe sa ma gjatë qëndrojmë në energjitë e ulët, na marrim vendime thjesht shumë sipërfaqësore, jetojmë jetën vetëm sa me hangër, me pije dhe u kry, edhe ajo është në rregull, është pjesë e jetës, po prapë nëse vazhdueshëm, konstant nuk jemi tu ndi mirë, nuk jemi tu ndi të përmbushur, atëherë ndoshta është mirë me pyet veten çka mundem me bë, çka mundem me ndryshu. Dhe prandaj sonte e kam këtë sesion që t'japim
ndoshta këshilla, informata, të shkurta, të përditshme, të thjeshta, edhe me sy hap që mundesh me i ba. E para që mundesh me e ba, është kjo me frymarrje. Do thotë tash po e nisim, po e bëjmë kadale dhe pastaj nëse ka pyetje dikush mundemi me vazhdu. Po shpresoj që po dëgjohet. Edhe nëse ju e praktikoni dhe nuk ka muzikë, është në rregull. Mos lejoni me e arsitu, me thonë jo s'ka muzikë, jo s'është vendi, jo kjo, jo ajo. Mos e leni ditën me ju shku dam, prap po e përsëris, për pak minuta ose sekonda ku me veten. Dhe që dhënë po e baj me sy hap, merre një pozitë që është përshtatshëm për ty, do thotë ul, i tërhiq pak shpatullat, jo komplet me mbluku, thjesht tërhiqesh pak lehtë. Dhe fillon ngadalë, merr frymë thellë ngadalë, nga fundi i barkut, për 1, 2, 3, 4. Mbaje frymën, mbaje komplet për 1, 2, 3, 4. Dhe liroje komplet, derisa ti e ndjen që zbrazësh. Dhe kur po e liro pjesën e supeve, liro pjesën e nofullës, liro çdo ngarkesë, liro çdo tension, liro gjithçka që ti po ndjen në trup. Merr pra frymë thellë nga fundi i barkut. Ndjeje si muskujt e fundit të barkut po tërhiqen pak. Merr frymë. Mbaje pak frymën për 1, 2, 3, 4 dhe liroje komplet frymën. Liroj supët, liro nofullën e poshtme, liro çdo mendim, liro çdo ndjesi. Liro gjithçka që po e ndjen që është më e rëndë se qetësia. Më e rëndë se lehtësimi yt. Merr pra frymë thellë, nëse ndihesh rahat, mundesh edhe me i mbyll sytë, e ndjen edhe më shumë. Merr frymë thellë. Mbaje pak, gjatë kohës që mban frymën, ndjeje trupin, si po ndihet trupi. Apo ka shumë mendime, apo ka ndonjë ngarkesë në trup, apo ka diçka ndonjë shtrëngim në trup. Dhe kur e liro frymën komplet, mundesh edhe me gojë. Kur e liron frymën komplet, ndjej si po i relakson supët, nofullën e poshtme, dhe gjithçka, çdo ngarkesë që po e ndjen në trup, ndjeje që po e liron. Liro gjithçka, liro çdo mendim, çdo ndjesi që nuk po të shërben. Merr pra frymë thellë nga fundi i barkut. Mbushu frymë, ndjej sikur po mbushesh me energji të re. Mbaje pak frymën për 1, 2, 3, 4. Dhe liroje komplet. Mundesh edhe me gojë. Liroje komplet. Liro çdo mendim. Ndjej muskujt si po lirohen. Ndjeje komplet trupin e relaks. Merr edhe një herë frymë. Merr frymë thellë. Ndjeje frymën nga barku tek gjoksi. Dhe mbaje frymën për 1, 2, 3, 4. Dhe liroje komplet. Liroje frymën komplet. Liro çdo ngarkesë të ditës. Liro gjithçka që në këtë moment nuk po të shërben. Edhe po e shen, nuk është fare e vështirë që ta kthesh vëmendjen këtu dhe tani. Të njëjtën praktik, unë e zgjedha njërin prej praktikave më të thjeshta, po që është që
më njëherë ndikon në gjendjen tone. Më njëherë e relakson trupin. Më njëherë mendimet e tepërta i relakson. Dhe nëse 5 frymarrje të tilla, 6 ose sa do ti që e ndjen në trup, i bën të tilla, merr frymë thellë, e mban dhe e liron pak më gjatë, ti e qetëson sistemin nervor, i qetëson muskujt, e qetëson atë ndjesin si ku me qenë gjithmonë për ngut, qetësohesh dhe relaksohesh. Në momentin që je i qetë, në momentin që je mendja jote nuk është në një kaos, atëherë ti përballë çdo pune, përballë çdo situate. Unë nuk po them që situata pastaj bëhet mrekulli veç pse ti i bën 5 frymarrje, jo. Situata mundet me qenë e njëjta, po çësia jote ama ndryshe, sepse ulet frika, ulet tensioni, ulen mendimet e tepërta, ulen shumë ndjesi që brenda teje nuk po të lënë rahat. Dhe prandaj situata çfarë do që t'jetë jashtë, nuk ta ndikon situata aty gjendjen e brendshme. Po ti pastaj je shumë i kthjellët, shumë i hapur, shumë i qetë, shumë i relaksu përballë situatës. Dhe e dim shumë mirë sa herë marrim vendime kur jemi në stres, në mlef, në inat, në tension, në molisje, zakonisht nuk i marrim vendimet më të mira të mundshme. Kështu që po që sa shumë ja vlen që të relaks mja jap vetes. Dhe mbi të gjitha që mos me ardh deri të një unë tham gjithmonë si ngulfatje emocionale, të një humbje e energjisë e vullnetit, ja vlen shumë që praktikat e tilla çdo ditë nga pak me ja fal vetes. Nëse harron me nda kohë për veten, atëherë po e përsëris prap një teknikë që ndova në fillim, atëherë mundesh telefonin me la një zile në telefon dhe kur të bën zilja, thjesht me ul, me i marr disa frymarrje, nëse s'mundesh me sy mbyll, atëherë i merr me sy hap, po thjesht e ndjen që po mbushësh frymë dhe komplet atë tensionin, atë energjinë e ditës, atë frikën, atë maltretimin e ditës, ti e ndjen që po e liron. Po, sikur me qenë thjesht të marr frymë për herë të parë, duket. Në fillim kur fillon me u bë vetëdijshëm ndaj vetes, duket sikur me qenë të marr frymë për herë të parë, sepse kemi harruar me vëzhgu veten se si marrim frymë, se si flasim, se si reagojmë. Dhe jeta jonë na vjen barabart, 100% jetën tënde aktuale e ke si rezultat i mendimeve, i ndjesive, i rutinave, i shprehive ditore. Dhe nëse ka diçka që nuk po të pëlqen, mos e lejo me të hup asnjë moment. Çka i bën kjo asnjë moment? E pranon situatën, po ndihem kështu, po shprehem kështu, e kam këtë frikë, e kam këtë kufizim, do thot mas pari bash i sinqert me veten. Mundesh edhe me i shënu, sepse gjithçka që qitet në letër është shumë e fuqishme, sepse është sikur po e derdh jashtë vetes ato, dhe kështu çdo ditë nga pak. Do thot hapi i parë ishte i merr disa frymarrje të thella. Pastaj çka mundesh me bash ku futesh pak më thellë, me pyet ndoshta veten, si mundem me rregullu mëngjesin. Po e nisëm mëngjesin me dhe dije të plot, ndoshta me një gotë ujë me limon, ndoshta me një ecje, me vrap, ndoshta me fitness, ndoshta që asnjë, unë gjithmonë flas në terma që po i heki të gjitha. Po tham jo s'kam këto, jo s'kam ato, jo s'kam mundësi, 5 minuta, 10 minuta i kemi të gjithë. Që të 5 ose 10 minuta që ndoshta i hupim në telefon ose çka do qoftë tjetër, aty nuk kam drejt as me ndërhyp, po kohën e kemi të gjithë, vetëm na mungon ndoshta menaxhimi i saj. Dhe çka mundemi me bë është në mëngjes me fillu me shumë vedije. Që kjo vedija, që kjo vëmendja me pa ku po na shkon, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Pastaj, çka mundesh tjetër me integru në jetën e përditshme, është po ashtu njëra prej teknikave që në fund do ta bëjmë edhe një meditim me të, është ecja në natyrë. Tash është koha, e di që është pak më nxehtë, po ndoshta në mëngjes ose në mbrëmje, sepse keni pa në natyrë, unë gjithmonë them bari nuk jep fare zër me bima shpejt. Lulet, pemët, çka do qoftë, krejt ka daldale qelin, krejt ka daldale rriten. Dhe kjo është tamam mënyra se si na mundemi edhe vetëm tu e vazhku natyren,
me u qetësu brenda nesh. Sepse çdo përbërës që është në trupin e njeriut është dhe jashtë. Nëse i shikoni substancat ose e kam fjalën këto mineralet ose çka do qoftë që kemi brenda trupit, janë edhe jashtë në natyrë. Do thotë përbëmja është njëjtë. Prandaj shumë njerëz kur dalin në natyrë thonë, u qetësova. Nëse janë vëzhgues të natyrës. Kështu që provojeni, unë gjithmonë tham, mos u besoni, provojeni. Nëse ka shumë mendime, nëse po e ndjen një tollovi në mendje, nëse po e ndjen që jem blloku komplet, një metodë, një teknik tjetër që është jashtëzakonisht shumë e shpejtë që mundet me ndiku, është dalja në natyrë. Nëse nuk mundesh me vrapu, sepse dhe shkundja e trupit është një teknik tjetër që shumë shpejt ta lun, ta lëviz energjinë, ta kthen një far vullneti, një far pasioni, është sikur po të dhezë për brenda, edhe ajo, do të thotë kur lëvizim trupin fizik është ndrimi i energjisë, peq asaj gjendje së mbllokume, të një gjendje sikur po shpërthen komplet për energjisë, është kur e lëvizim trupin shumë. Po, hajde të gjitha po i lajmë anash, ju i zgjedhni cilat që ju pëlqen, dalja në natyrë me vëzhgim. Do thotë e vëzhgon një lis sikur po e sheh për herë të parë. I dëgjon, do thotë e aktivizon shqisen e dëgjimit 100%, sikur po i dëgjon zosht për herë të parë. Ec rrugës nëse ke mundësi edhe zbat, kishte jashtëzakonisht mirë, do gëzimi nëse ke mundësi, ulesh 5 minuta. Dhe nëse vetëm 5 minuta e ndjen sikur po shkarkohesh, adin prej energjisë, prej çka do qoftë, e lën sikur po rrjedh ajo energji poshtë, po rrjedh, po shkon, po e lën në tokë, automatikisht e ndjen sikur po mbushesh me energji të re. Kështu që edhe kjo dalja në natyrë, po shihni është pas një cent, kaj çka duhet është me nxit pak veten me dalë. Edhe nëse nuk ke vullnet me dalë, nëse nuk thjesht po e ndjen, atëherë mundesh me bë këtu frymarrjet ose çka do brenda. Po, natyra e ka komplet ato të veten, sepse del, je në harmoni me gjithçka përreth, ndoshta shet dikant, ndoshta flet me dikant, dhe gjendja jote brenda ka me u ndrru automatikisht. Hajde që edhe natyren po e lajmë, ndoshta nuk kemi kohë me dalë shumë, mundesh po e dëgjon këtë melodin që e kam mbrapa, mundesh diçka të tillë, që thjesht të lidh ta përkujton natyren, ta përkujton qetësinë e natyrës. E ndjen sikur po i sheh flutrat, po i sheh lulet, po i sheh ngjyrat, dhe aty mundesh pastaj automatikisht me sjell qetësinë në mendje, që ato mendimet e shumta, çaj vorbulli i mendimeve fillon të qetësohet. Prej gjendjes shumë kaotike fillon sikur val, dhe ajo është qëllimi. Ashtu arrihet një qetësi, ashtu arrihet një balans brenda. Po kthejna prapë te natyra, që mos ta la pas piku komplet atë pjesën, kur je në natyrë, thjesht paramendo që je komplet i rrethum. Je sikur gjelbrimi për rreth ka mbështjell. Dhe që ajo qetësia e natyrës, që ajo gjelbrimi, që ajo ambientit, cicerimat e zogjve, zëri i njerëzve, ose çka do qoftë tjetër, mos e lejo me të shpërqendru, se tash mund të thonë po njerëz po më pengojnë ose çka do qoftë, secili është në rrugën e vet, ti ktheve mendjen te vetja dhe ndjeje çat mbështjellsin e gjelbrimit për rreth trupit. Para, prapa, anash, poshtë, lart, do thotë, nëse ka shumë mendime, thuj, mendime kthena pas 10 minuta, pas 15 minuta te jo. Nuk po ju në vlerësoj, me pritni, kthejna te jo. Dhe këta minuta tjerë, falja vetës me kthy përqendrimin nga natyra. Me ndje kamt, me ndje durt si po lëvizin, me paramendu si po lëviz gjaku në trup, me paramendu mushkria si po hapet, po mbyllet, si po mbushet edhe po zbrazet frymarrja, po u bë që lidhje me veten, po u bë që vedije në momentin e tanishëm, automatikisht qetësohet sistemi nervor, qetësohet trupi dhe po kthena prapë çka thash në fillim, që ajo tollovia e mendimeve, që ajo vorbulli i madh i mendimeve, që ajo gjendja e tensionit të mendimeve, ajo që ishte që thash vetëm një troket në trup, me na thonë që nuk po ndon kohë, nuk po je i kujdesshëm ndaj meje, ajo fillon edhe relaksohet. Pse? Sepse për herë të parë ndoshta po ja jep atë hapësirë. Dhe cila qenë ka arsyeja me i bë gjitha këto, cila është arsyeja, gjithmonë pyet pse po i baj, le që ndihesh i qetë, i relaksuar me gjitha tjerat, po të fillon kështu nga dal-dale çdo ditë me uni shumë më i lidhur me veten. Dhe prap, ku është qëllimi me uni më i lidhur me veten?
Pastaj, keni pa sa dyshimet na dalin sipërfaqe, sidomos kur shohim njerëz në rrjetet sociale dhe mendojmë që ajo është realiteti, dhe fatkeqësisht jo gjithmonë është ai realiteti. Atëherë kur ti lidhesh me veten, ti nuk fillon me pa jetën tënde tu krahasu me tjerët. Nuk fillon me qenë shumë i egrë, shumë maltretues me vetveten, po fillon me qenë më i butë, fillon me qenë më i kujdesshëm ndaj vetes. Pastaj, edhe nëse nuk i arrin të gjitha ato që po i ke në mendje brenda ditës, brenda javës ose çka do të qoftë, ti je më i kuptueshëm me veten. Do të thotë, ti konkuron me vetveten pastaj, jo me botën përreth. Ti pastaj i kthen syt ka vetja dhe tenton çdo ditë me u bë versionin më i mirë i vetes. Sepse shpesh herë njerëz thonë, po unë po hupi kohë, nuk kam kohë me dalë në natyrë, nuk kam kohë me ul me i bë disa frymarrje, nuk kam kohë këtë. Dhe pastaj mas një kohë shumë kur e kanë shtyp veten dalin me shumë ankesa, me një bëshllëk brenda vetes dhe thonë nuk di çka po ndodh, në gjitha i bana, po nuk po ndihem rahat. Nuk po ndihem rahat sepse je shkput nga vetja. Dhe nëse vetëm lidhemi me botën jashtë, vetëm puna, çka me ble, qysh më dok, qysh më krahasu, qysh vetëm të marr tituj pa i shiju fare rrugën deri te marrja e titullit, ose çka të qoftë, të gjitha janë të mira. Për të gjitha do të me punu, sepse prandaj jemi në këtë tokë, po asnjëherë të mos e harru me u lidh me veten, me qetësu, me relaksu veten, me njoft veten, me marr veten më të mirë, me pranu, me dasht veten. Nuk është turp me dash veten, nuk është ego me dash veten. Ego është nëse do me thonë nuk bëj asgjë për botën jashtë, për askën tjetër, do thotë thjesht ndoshta lëndoj njerëz me qasjen time, me fjalët e mia, ndoshta nuk ndihmoj tjerë, po vetëm veten e këshyri. Ajo mundet me qenë, e kam fjalën për periudha të gjata, i kam syt vetëm nga vetja dhe fare nuk ndaj ndoshta kohë ose ndihmë ose përkrahje për të tjerët. Ndërsa ego me nda kohë, minuta, me nda hapësirë brenda ditës, në mëngjes, në mbrëmje, e pjesën tjetër të ditës je pastaj në shërbim, je në krijim, je në formulim të vizionit, në ndjekje të ëndrave tua, ajo pastaj nuk është ego, përkundrazi edhe njerëz përreth, edhe familja, edhe të gjithë pastaj është madhështore çka ndodh, për shkak se ti fillon edhe ndihmon pastaj edhe tjerët. Ndon ide, ndon eksperjenca, ndon këshilla se si ti po punon me veten të njëjtën kohë, po të njëjtën kohë po mundesh me shërbyer të tjerët. Dhe kjo nuk është ego, sepse na e themi gjithmonë, një gotë e zbrazur nuk mundet me mbush një gotë tjetër. Kështu që fillimisht le ta mbushim gotën për veti dhe pastaj mundemi me shërbyer për tjerët. Se tek e fundit jeta është e tillë që të kemi mundësi të shtohemi, të rritemi, të avancohemi për vete fillimisht dhe pastaj të kemi mundësi të japim edhe për tjerët. Po nëse unë gjatë krejt kohës po ndina e mblokume, në stres, atëherë ndoshta dikush më afrohet me fjalët më të mira të mundshme, me qasjen më të mirë të mundshme. Për shkak që unë jam gjithmonë ulët në energji, atë reagoj njëjtë negativisht ndaj personit. Ndoshta dikush më fol mirë, gjendja jam emocionale ma përkthen krejt ndryshe. Kështu që prandaj ka kaq shumë konflikte, kaq shumë keqkuptime, kaq shumë stres, ankth, depresion, çka do të qoftë tjetër, për shkak se jemi shkput nga vetvetja, jemi lidhur vetëm çka shohin syt botën jashtë, jo ndjenjat, jo emocionet, jo mënyrën se si po rreh zemra jon, po vetëm në reaksion. Reagon dikush diçka, thot dikush një fjalë, na bum, reagojmë. Dhe nuk e pyesin vetëm pse po reagon trupi jam kështu, pa e thënë fjalën, pa reaguar ndaj tjetrit, pa reaguar ndaj situatës, ndoshta mas një reflektimi ti reagon, i vendos kufit të përshtatshëm çka ti mendon që duhet, po fillimisht ndalesh edhe shikon, pse po nina kështu? Pse po ndihet trupi jam kështu? Pse ndoshta gjithmonë ky lloj i personit, ose kjo temë, ose kjo fjali po më nxit, po më nxjerr ndoshta prej vetes. E kjo pastaj ka të bëjë, kur punojmë pak më thellë, kemi me pas edhe në një sesion punën me fëmijën e brendshëm, lëndimet që ndoshta i kemi marrë në fëmijëri, në pubertet, në adoleshencë, po jo vetëm, edhe në moshë më të rritur,
dhe thot ato kanë shkaktu si paterna, si trauma, si shtypje emocionale, dhe prandaj na përsëritin ngjarjet e njëjta derisa na të mësohemi me i shëru ato. Po për këto flasim në ndonjë sesion tjetër. Çka mundemi tjetër me pas me një herë intervenim kur e nim veten me energji të olt, është me shiku ushqimin. Edhe ushqimi ka vibrim, ka ushqim që është me vibrim të olt, nëse ushqimin hajmë gjatë krejt kohës ushqim të gatshëm, fast food, ose pim këto pijet energjike, ose çka do qoftë, komplet ajo energji bllokohet brenda trupit, tash nuk po tham e hek të gjitha, jo, se edhe unë ko pas kohë ndoshta mbjen me i konsumu, por nëse konstant jemi me to, ajo ndikon në trupin e njeriut, ndikon në gjendje komplet e njeriut. Prandaj me shiku, si ushqehem, a muj me ndryshu diçka, a mundë me integru diçka të re, ndoshta pastaj aty e merr hapin që ndoshta me fillu edhe pak me gatu ndoshta në kuzhinë, ose thjesht me ndihmu në kuzhinë, ose me zgjedh në treg, ndoshta sa blen pemë perime që ndoshta janë që një kohë gjatë, nuk janë të freskëta, e ndron dyqanin, shkon dikun tjetër blen ku janë të freskëta. Po e vrini janë shembuj praktik që mundesh me i bën në përditshmëri. Nuk jemi të folë gjana që nuk kapen fare, që nuk janë për toke. Jemi të folë gjana që ti brenda ditës, mos e le ditën me të shku dëm, mos e le energjin me na i krejt olt, sepse të qëndru olt, merr vendime çati niveli. Kur ti e nrën energjin, që shjetu nej, dhe me thonë si e kërrusur, komplet energjia poshtë, veprimi i parë që mundesh me bashkë, ngriti kraht. Momentin që ti drejtohesh, që dhe tash provojet, gjatë kohës që po flas, provo me ngrit shpatullat, me i drejtu pak, nuk jetu nejt në rolin e viktimes, po kur je komplet në këtë formë, pyet e vetën gjatë ditës. Arri shumë sikur me pas faj, sikur krejt bota më kara mbi kokë, sikur kam i kry krejt punë të botës, a jam të jetu jetën, a jam vesh të mbjetu, të hangër, të pi edhe kur gjë tjetër. Nëse po kërkon ma tepër, kam fjallën se nëse ajo është në rregull, është okej, por nëse po don me marr ma shumë për jetës, atëherë del nga kjo gjendje emocionale dhe si del, të pas kujdes si e ki aktivitetin fizik ndoshta, si ushqehesh, si merr frym, nëse merr frym vetëm me gjoks, i çon sistemit nervor sinjal që je në stres, je në frikë, dhe si marrin frym, marrin me bark. Gjatë krejt kohës dhe thotë vëzhgon veten, apo marr frymë me bark, apo marr frymë me gjoks. Nëse marr frymë me gjoks është kjo frymarrje. Do thotë shumë e cekt, shumë nuk të mbush komplet. Dhe kur nuk i mjaftueshëm oksigjen në trup, je sikur të vrapu, je sikur të ik, dhe ajo pastaj ta sjell truni me edhe ky është në stres. Unë duhet më mobilizu edhe me u përshtat në stresin e tij. Dhe prandaj ti shkon jeta çdo ditë të jetu në stres dhe vjen një moment që ndoshta kalon në sëmundje, kalon në lodhje, në molisje trupore, po dhe më rënda është molisja e shpirtit. Dhe nuk që thu më shludh shpirti. Dhe cilat që kanë teknikat janë çto të vogla që po i përmendin në përditshmëri. Dhe thotë ishim të ushqimi, e përmenda lëvizjen e trupit, që mundesh me bë, shkon te trupin. Mëngjes si zgjohesh, pa e marr telefonin, hape dritaren. Pa e prek telefonin, hape dritaren, leje ajrose dhoma, bani disa falenderime. Zot faleminderit që po e kam dhomën, Zot faleminderit që e pata mundësin me flejt, Zot faleminderit që ma fal edhe një ditë ma shumë, Zot faleminderit për rrobat, për ujin, faleminderit për gjithë shka, do të thëtën për përmeni gjona krejt bazike, po kur ti me mëngjes e aktivizon falenderimin e trup, energjisë tane, trupit tanë, jetu jap sinjal që hej, nuk po zgjohna në ankesë, jo më pret ke email, jo shefi kështu, jo ajo kështu, jo anek, ato nashta me të vërtet të gjithat presin. Po kur ti ke instalu në trupin tanë, kur ti e ke aktivizu sistemin tanë me falenderim, dhe më thonë energjia jote është në altë, nuk është poshtë. Energjia ankesës, energjia e frikës është poshtë. Energjia e falenderimit e mirënjohjes është lartë. Kështu që kur ti e ke aktivizu energjin një lartë, ti pastaj ndihesh ma mirë, të vjen ndonjë ide tjetër, sheh njerëz që me të vërtet buzëqeshin. Po ke me energji poshtë qasi njerëz të rreq, qasi rrethana të rreq. Po ke në altë me energji, edhe me taku situata, njerëz, rrethana, ankesa, ti qash në altë je me energji, sa thjesht ndoshta
veç e shet që po vazhdon dika tjetër, veç e shet që ata njerëz ndoshta thjesht e ndrojnë temën ose largohen, ose thjesht qasja jote pastaj është e butë, e qetë, ndaj tyne që ndoshta i ban me reflektu. Nëse ti e vren që fare nuk po i ban me reflektu, ty të vjen gjuna me e lan veten me kthy energjinë olt, kur e din që po e nis ditën me pasion, kur e din që po të merr kohë me aktivizu energjinë pozitive në trupin tënd, atëherë ti zgjedh ndoshta me lexu një libër që ta mban energjinë lart, me dëgju një podcast që thjesht me të mbush me informata të reja. Do me thonë, po e shep për i gjendjes se olt emocionale, brenda sekondave mundemi me ndru. Prandaj prapë po e tham, pse me lon edhe një ditë me të shku, edhe një ditë ma shumë me të shku dam, kur mundesh brenda pak minutave me nxjerr prej saj. Dhe si qenka, zgjedh gjana me energji të lartë. Zgjedh të zgjohesh me një energji tjetër. E hap dritaren, falenderon, nëse ke dëshirë, e thun dhe një lutje, me merr fletorin i shënon, cilat janë 3-4 gjërat, ose që 3. Ti nëse don, nisja me 3. Pastaj vjen një moment që ndoshta 10-15 i liston. Çka po du sot prej ditës? Unë e kam gjithmonë një fjali dhe them gjithmonë, dhe gjithmonë kam e thënë. Kur ti nuk e ke një plan për ditën tënde, ta plotësojnë, ta mbushin ditën, planet, idetë, thirrnë, telefonatat, shpërqendrimet e botës jashtë. Tashon nuk po them mos me qenë spontan. Jo, duhet jemi spontan, duhet jemi të hapun, duhet jemi të lajmë hapësira për pushime ndoshta të pa planifikume gjatë ditës, për dalje, për çka do qoftë, po të paktën në disa pika kyçe, jo vetëm në një zita ta shoku po më qet. Nëse e lajmë ashtu, hajtë se ta shoh qa qyshtek, për ditë, se ka ditë të tilla që trupi vetë ka nevojë me elan të tillë, po nëse çdo ditë është e njëjta, prandaj është jeta jon ajo që është. Sepse na jemi tu reagu, nuk jemi tu jetu. Qa vjen kjo të reagu? Qa të cilë jeta? Thirr dikush, e programon qaty për qaty, ose çka do qoftë. Kjo spontania është e bukur, të mos keq kuptona, edhe vetë la shumë gjana me rrjedh, duhet me ilan. Po të paktën 3 gjana, 4 gjana në përditshmëri. Tash ato nuk do me thonë me qenë tepër të mëdhaja, po gjana që ti e din që në fund të ditës ki me qenë krenar ose krenare me veten që sot bana diçka për energjinë time. Dhe zakonisht pse bim në qëtë vurbullën e uljes emocionale, e molisjes, e lodhjes, jo vetëm fizike, po edhe shpirtërore, është kur thjesht na jetojmë, thjesht nis dita përfundon, thjesht flasim pa vedije, thjesht i lajmë mendimet më na udhëheq, nuk i udhëheqim na, po ato, marojmë skenar, thjesht flet me dikan, e lejon vetën me maru të lifar që skenari mbi atë ngjarje, po kur ti je i vetëdijshëm, çfarë po flet, si po reagon, çfarë gjana ja ke qit vetës për ditën e sotshme me bë, atëherë, energjia shkon vetëm të urrit. Është edhe diçka shumë e rëndësi. Nëse trupin po e ndjen, zakonisht mundet me ndodhë që edhe nëse je person që merr shumë informata, ndoshta lexon shumë, punon shumë, po ma tepër të kjo marrja informata, ose ke kalu, që edhe kjo po shumë është e rëndësishme, nëse ke kalu në ndonjë fazë me luhatje të madhe emocionale, ka luhat, ka ndodhur ndaj ngjarje, ose je mbush me informata, ose thjesht po e ke qartë, do thotë je stërm ngarku me ndonjë ngarkesë emocionale, me ndonjë ndryshim të madh në jetë, çka do qoftë, nganjëherë trupi nuk ka nevojë për asgjë tjetër, nuk ka nevojë për libër ma tepër, nuk ka nevojë për informat ma tepër, nuk ka nevojë për trajnim as kur gjë ma tepër. Krejt ka nevojë është ndoshta me pushu, me flejt, me u relaksu, me ndoh kohë në natyrë, me dalë ndoshta vetëm me shiju ambientin, dhe qatë qetësinë që është e jashtë, thjesht me leju sikur po hyn brenda trupit tanë. Kështu që, nëse po e vren që je ngarku shumë me shumë informata, ose ndonjë luhatje e madhe emocionale, të ka ndodhur, është ndru diçka e madhe në jetën tënde, shiko, mos trupi ka nevojë ndoshta më tepër gjumë, mos ka nevojë për hidratim më të madh, mos ka nevojë për ushqim më të shëndetshëm, ose dhe një është shumë e rëndësishme, ndoshta është sikur me i lexu 20-30 libra për një herë, ose me ndjek disa trajnime për një herë,
ose ku me ditë çka me bë shumë fuqishëm për një herë. Nga një herë janë disa takime me disa njerëz që na i don zemra. Do shta një shok, një shoqe, që ti e din, që të flet, që të kupton, që të pranon, pa gjykim, që ndoshta atë gjendje emocionale që po e ki, që po e ndin vetën si të mbloku, që njëra prej formave tjera, që po hyn tash në radhën e këtyne teknikave që mundesh me bane për dëshmëri, me njëherë me kthy energjinë, ndoshta është një bisedë me dikënd, ndoshta një kafe me dalë me pi me dikënd. Dhe ti që e din që nuk të kesh përdoret ajo që ti po e ndan me ta, që ai person e kupton që ajo gjendje jote momentale nuk është ti që i realisht, ti thjesht vetëm je tu kalu në diçka të tillë, në një ngarkesë emocionale ose çka do qoftë. Kështu që është kogja një energji e mirë kur arrim me pas një person që ndoshta na kupton. E di që tash të mundeni me thonë, po ku me gjetë atë person? Jam e vetëdijshme, e di në çfarë shekulli po jetojmë, po prap se prap, nga eksperjenca personale e shoqënisë e njerëzve për rreth që e kam, kur fillimisht bëhemi vetë të tillë, do thotë edhe na bëhemi dëgjues të shokëve, shoqeve, kur ata janë në momentet e tilla të ulta emocionale, patjetër që çashtu krijojmë relacione, nëse je në pikën që thu se kam asnjë ashtu. Atëherë bani të gjitha teknika tjera dhe fillo ti me u bë fillimisht ai shoku, shoqja që dëgjon pa gjykim, që e përqafon shokun ose shoqen pa interes, që i shënon e thërret shokun, shoqen vetëm me i thonë që faleminderit që je në jetën tënde. Dhe nga njëherë një shok, një shoqe tillë me pas, të mjafton. Për shkak se jeta po është dinamike ose çka do qoftë tjetër që po na sjell, kështu që ndoshta më pas më shumë nuk mundemi me i rujt ato relacione, e kam fjalën për shok ose shoqe tepër të ngushtë që ti e din që nuk gjykohesh, por përkundrazi me një bisedë, me një nej me atë person ti mbushesh energji, mundesh me u shpreh, mundesh me i qit në pato që po i ndjen, atëherë nga njëherë një të mjafton. Pastaj atë relacione mirë mban, ja rikujton sa me fatje që e ke, kështu që nëse që gjithmonë që po tham po i hek këto arsyetimet, hajde nuk e kam, fillo dhe krijo relacione tilla. Besoj fuqishëm që jeta na sjell në jetën tonë shoqëri që ndoshta në një periudhë të jetës nuk na janë përshtat, përkundrazi, ndoshta na kanë detyruar me nxjerr një version tonin që nuk kemi pas dëshirë me nxjerr, po kur e shikon pas shumë viteve, thu, okay, këta persona kanë qenë dhurat, kanë qenë mësues, unë i quaj mësues dhe jam pafund falënderuese për çdo njeri që ka qenë në jetën time, që është dhe do të vijë, për shkak se secili njeri vjen, dikush vjen për 20 minuta, ndoshta më ta jap një mësim edhe më shku. Kur më ndoshta nuk e sheh. Dikush vjen për 2 orë, dikush vjen për 2-3 javë, dikush vjen për disa vite, e disa na qëndrojnë gjithmonë. Kështu që me asnjë mos me majt i natë, me asnjë mos me majt ndoshta tension, edhe nëse ka ndonjë prej tyre që tashmë je shkput, po ka qenë në jetën tënde, edhe nga një herë ndoshta të kapsi i natë ose çka do qoftë, dije që ka qenë mësues, të ka mësuar diçka, merre një fletore dhe shkruaj çka ka mësuar prej këtij personi, për çka ka në jetën tënde, çfarë mësimi ma ka dhënë. Dhe banu real, ma ka mësuar këto, ndoshta të ka mësuar si me argumentu, si me mbrojt veten, si me vendos kufi ku nuk respektohesh, si me dash veten, kur ndoshta nuk merr dashuria ashtu si po jep. Dhe kaq mjafton, ndoshta për çtu pika është, ndoshta për një pikë është. Ndërsa anën tjetër, fillo krijo relacione të reja. Kujdesu ti për shoqërinë, beso në këtë shekull, që ndoshta shumë pak njerëzve ju bjen nërmend për dikën tjetër. Është shumë e lehtë me qenë shumë i dashur për tjerët, nëse bësh i kujdesshëm ndaj tyre. Ndoshta ja blen një dhuratë, hajde që po e la. Nuk don me shpenzu. Me dhuratë mbi dhuratë është me kthyer njeriu në sy dhe më thon qyshi. Jo këto qyshja e mirë sipërfaqësore. Jo, direkt në sy dhe më thon qysh po njesh. Ndoshta je me shumë ngarkesë, me punë, çka do qoftë, si po ndihesh? Si po të shkon dita? Edhe po e banëm këta, jo një tafërt, jo një shok
tafërt ose shoqe, po pastaj kanë me vërshu njerëz, me pas dëshirë me nejt me ty, për shkak se ndoshta je njeriu i parë që e ke pyet sinqerisht. Kështu që patjetër gjithçka në jetë, paktën nga eksperjenca personale, gjithçka në jetë që më ka ardhur barazim ka qenë mënyra se si komunikoj me njerëz tjerë. Sa do ki pasuri, sa do ki tituj, sa do ki gjithçka tjetër, po nuk ke komunikimi me njerëz, po nuk ke që kjo ndërveprimi me njerëz, të paktën me një, nisja me një, hajde se ki që ato një, ti bënu qaj dhe ki me tërhit si magnet. Ti bënu qaj personi që kujdesësh, që je aty për dikant, që e dëgjon pa gjykim, dhe pastaj kështu e ndërton relacionet. Dhe gjithçka ka të bëj me relacione. Dhe pra po kthejnë atë tema, nëse po ndihesh me energji ult, nëse po ndihesh që është bloku energjia e trupit, është bloku vullneti, çka do qoftë tjetër, të gjitha teknikat që i përmenda, të gjithat janë të duhura, e shtova edhe këto, bisedo me dikënd, shprehu, mundësh mja kërku një përqafim, mundësh çka do qoftë tjetër, sepse njeriu është për njeriun. Dhe në momentin që ti e vren që je tu kuptu, nuk je tu gjyku, aty automatikisht fillon rrjedh energjia. Kështu që edhe kjo ishte njëna prej tyne. Po ashtu, ka shumë rëndësi, edhe muzika pastaj, ndoshta çfarë dëgjon, ndoshta i zgjedh disa këngë me ndonjë tekst që është pak më inspirues, ose nëse e vren që muzika po të bën vetëm edhe më tepër kaos në kokë, pra po kthehemi te opsioni tjetër, dil në natyrë. Nëse e pi një gotë ujë, pije me vetdije të plotë, dhe tu e pi, thuj komplet vetes. Këta ujë u kthept në lehtësim, në relaksim, në pastërti të trupit, të shpirtit, të mendjes tëm. Po banum gjana me vetdije, automatikisht gjithçka ndryshon jetën tonë. Po vazhdu me jetu sikur në airplane mode, domethënë vetëm automatizëm, prandaj trupi reagon me emocione, mendja na dërgon tulifar mendimi, krijon çfarë do lloj skenari, dhe kështu na duket që sikur je në anije, val, lëviz anija, nuk është asnjëherë në stabilitet, po brenda ditës, brenda trupit i përjeton 4 stinjt. Unë këtë shprehjen i përjeton 4 stinjt e përdori, mëngjes je mirë, mesdite je komplet bjen gjendje emocionale, mbrëmje je komplet në një gjendje tjetër, është në rregull, është shumë në rregull. Prandaj jemi njerëz dhe është në rregull ajo. E pranon që e kam. Po pastaj e shikon apo bën dëm në botën jashtë me lëvizjet e tua emocionale. Ti vazhdon ndoshta me pas lëvizje, po din si me i menaxhu, din si me i kontrollu, din si me i përdor ato emocione. Në një sesion tjetër kemi me përmend çka është alkimizimi i emocioneve. Do thotë me alkimi kuptojmë që prej plumbit mu shëndru me u bë ari. Çka në kupton kjo në botën tonë trupore, fizike, mentale, emocionet e ulta me i kthy në emocionet larta. Do thotë plumbin me kthy në ari, ndërsa te emocionet, qysh me i përdor këto emocionet e ulta, edhe me i kthy në fuqi. Do thotë si me përdor nëse ke ndonjë dhimbje, në ndonjë çka do qoftë që po të ndodhë në jetën e përditshme, qysh me përdor atë ngjarje, qysh me përdor atë situatë, ndoshta edhe një smundje ose çka do qoftë, qysh me përdor për të mirën tonë. Po këto e sërëm në ndonjë sesion tjetër. Vetëm ta shoh edhe diçka tjetër, ka shumë rëndësi kur është energjia e ulët, kur po humbaj vullneti, pasioni, dëshira, çka do qoftë, mundesh me fillu edhe me i thonë vetes disa afirmime. Afirmimet janë fjalë që kanë një vibrim, një energji pozitiv, dhe thotë ti i fol vetvetes, është sikur autosuggestion, dhe thotë i fol vetvetes. Jo ato fjalë që apo ti thot mendja, ti smundesh, ti si Adel, ti si për kurgjo, çka do qoftë këtu, që i listojmë më njëherë, po ti i identifikon cilat fjalë, çfarë bindje ki për veten, nëse smundesh vetëm me i majt në mendje, shënoj, pam, çka do që qet në letër, e qet në pa, dhe pastaj çka bën? I bën disa afirmime. Për shembull, nëse thu, po ndihem komplet e lodhur,
ta shikoje, a realisht jeton ndije tillë? Nëse jeton ndije tillë, bën në njënën për këtyre teknikave, që thash, po nëse është bo si shprehime e thonë, trupi edhe kur të është full me energji, edhe kur të është mirë, kur të një ty të thonë jam e lodhur, ajo merr komand, trupi, mendja merr komand prej neve. Fjalët tona janë urdhër për mendjen tonë, për trupin tonë. Kështu kur ti thu trupit vazhdimisht, jam e lodhur, jam pa motiv, jam pa vullnet, pse veç mu po m'dodh ose çka do qoftë tjetër, ti je të e prek tastën, njëu kështu, mendo kështu. Kështu që kur e nxan veten tu i thon këto fjali, ka për veten më njëherë në ato momente si po i flet vetes, edhe thuj afirmime, thuj fjali vetes që janë me energji tjetër. Ndoshta, realisht jetu ndije lodhur, thuj, për momentin mundëm t'jem kështu, po në çdo ditë po mbush në alergjie ma shumë. Unë po e ndjej trupin tem të shnosh. Unë po ndihem në dashuri të plot. Unë jam e lumtur që po marr frymë. Unë jam shumë e zonja për një punë të re, për një lidhje të re. Unë jam shumë e gatshme të investoj në relacionet aktuale. Unë jam dëgjuese shumë e mirë. Do shta i dëgjoj njerëz pa gjykem ose çka do qoftë. Do thotë kur ti fol vetes në këtë formë, po hapi i parë është shiko një herë si po i flet realisht dhe pastaj kthehu dhe foli në një mënyrë, unë kam gjithmonë një fjali, është një fjali që përmendet, foli vetes si kishe fol një shoqeje që e don shumë ose një shoku që e don shumë. Ma mërmenja nëse del dikush me një gjendje emocionale të olt, nuk është që ja liston, ja numron t'i krejt mangësit. Jo, përkundrazi që atë moment, ja liston e ja numron gjanat e mira, gjanat, virtytet, karakteristikat e mira. Kështu që foli vetes, qysh i kishe fol dikuj tjetër. Ose foli vetes, qysh kishe pas qef me të fol ty dikush. Hajde që s'po mujshe me pa vetën realisht, me dashuri, me mirë njohje, atër ktheu edhe thuj, qysh i kisha fol dikujt nëse kish qenë një gjendje emocionale ma të olt? Qysh ja kisha jap dikujt një këshill, një rekomandim nëse kish dalë dhe kish thonë, ka hu pak vullnetim, ka hu energjia, fuqia, dashuria për punën nëse çka do qoftë tjetër, dhe nëse hiç kërkan nuk e ki për rreth, atër vetës mund është që të përqafemi ajo, i mbyll syt, merr frymë thellë, edhe i ndjen shpatullat e tua, e ndjen trupin, e ndjen frymarrjen, e ndjen dëgjimin, e ndjen shijen e ushqimit, sheh pastër, sheh mirë, atër falendero. Falenderimi është mënyra ma e mirë e mundshme që me rrit energjin. Nëse realisht po ndihesh olt emocionalisht, mos shtyp asgjë. Prano agjendje, thuj po e pranoj. Këto emocione janë të mijat, ndoshta po ka nevojën me nejt pak me to. Nëse e identifikon që trupi po ka nevojë pak me nejt me ato emocione, rri, asnjëherë mos i shtyp. Po në momentin që e vren që trupi ka fillu pak sikur me u lazdru, po ka dëshirë shumë me nejt me ato emocione, atëherë mund është të gjitha praktika që i përmendëm deri tash me i përdor në jetën e përditshme. Nëse nuk e qenë prej fillimit në këtë video, mund është nuk kthy me dëgju prej fillimit, me mbajt shënime, dhe po ashtu, nëse e vren që ka shumë informata, ndoshta i kthesh edhe një herë, ndoshta i kthesh mas një jave. E rëndësishme është që gjithmonë të nëtosh, të bësh diçka të vogël në përditshmëri. Dhe në momentin që integron në përditshmëri gjëra të vogla, ki me vrejt automatikisht që përditshmëria jote ka me marrë një rrugë tjetër. Dhe mënyra se si ndihemi, pra po e përsëris, ka me na definu komplet. Mënyra si mendojmë dhe ndihemi na definon komplet se si e kemi jetën pastaj tutje. Okej. Nëse ka dikush pyetje, sepse tema ishte shumë interesante, nëse dikush ka pyetje, mundemi me i rënë disa minuta për pyetje, po për ndryshe, kishim fillu një meditim, është një meditim i shkurt, me qëllim këto sesione po mbaj meditime të shkurta, që të keni mundësi, do shta kur ki 5 minuta, 10 minuta ku të shkosh deri në fund të videos edhe ta bësh edhe meditimin. Ky meditim do t'jetë se si ta lirojmë trupin, si t'i lirojmë mendimet e tepërta, se si ta qetësojmë mendjen nëse është në energji sikur të furishme ose çka do qoftë tjetër, edhe t'ja rikujtojmë vetes që thjesht mundemi
me imagjinatën tonë, me vizualizu gjendjen se si po dojmë mundi. Për shembull, nëse unë shtashe përshkruj, që po e bëjmë një eksperiment vogël. Për shembull, pra mendoni që është një limon. E ke një limon. Po e pra mendon që po e prejnë limonin. Po e sheh limonin, është sikur të rrjedh pak. Para mendo çfarë shije ka limoni. Nëse qëtash e kishe ngrënë, çfarë shije kishe ndje. Dhe, po e vrejnë me njëherë gjëndrat e pështymes, fillojnë me taju pështymen. Pse? Sepse truni nuk din me dallu. A është e vërteta, nuk është e vërteta ajo që ti po ja thu. Ai e merr urdhër, thot, kjo është çka personi mu po më thot, unë du të me vepru. Dhe prandaj, gjëndrat e pështymes fillojnë me taju lëngun pështymen, sepse bëhen gati me hangër limon. Dhe ti pas fare limonin përpara, vetëm e mendove, u aktivizu në trupin tanë me një herë diçka. Kështu funksionon për çdo gjë. Prandaj thash, aktivizo falenderimin, mirënjohjen, lutjen, kujdesin ndaj njerëzve, ndaj vetes, aktivizo qetësinë, aktivizo frymarrjen, sepse sistemi yt nervor t'i jep ato që ti ja kërkon. Dhe provoje çdo ditë, dhe ki me vrejt që bësh mjeshtri i mendjes tone, dhe pastaj jo çdo lajm që del në televizor, jo nru qeveria, jo së nru ligjet, jo së nru, jo ro paga, jo rrit, të gjitha janë të vërteton, asnjë nuk pi bajt pa vërteta. Po fatkeqësisht, njëjtë ka me shku, edhe në vitet në vazhdim, sepse nuk është vështëni, është gjithka në botë është gjendja e tillë. Po, ta rregullojmë një herë që të botën tonë brenda vetes. Nuk mujmë me rregullu na botën jashtë nesh, po s'kem rahat me veten. Kur e rregullojmë që të botën brenda nesh, çysh rregullohet? Me frymarrje, me butësi, me dashuri, të mos gënjy, të mos mashtru, të mos bë gjana dam me vedije ndaj njerëzve tjerë, çka do qoftë tjetër, sepse njerëz mendojnë hajt se ai nuk e merr vesh. Në ndijes nuk i ik asgjë, as një milisekond nuk i ik, as një ndjesi që ti e ndin brenda asaj nuk i ik. Dhe po qëndrove në inat të vazhdueshëm ndaj dikush tjetër, në garë ndaj dikuj tjetër, ti e nin brenda vetes garen, dhe duket sikur realisht i po jetoj 24/7 ashtu. Po e mashtrove, po e gënjeve dikën tjetër, po se bone punën mirë, po si bone gjanat që shduhet me i ba, trupi yt i nin mas pari, para se me psu bota jashtë. Kështu që prandaj, sa shumë ka rëndësi me jetu me vetdije të plot, dhe po shpresoj prej zemrës që po arri me transmetu ato çka po kam dëshirë, jo gjana çka nuk preken e nuk kapen, e janë krejt për havo, po gjana që prej karrikës ku je ul, mundesh me i integru, me i përdor, me i bë të përshtatshme në jetën tënde. Sabina, të faleminderit shumë, më ka marrë shumë modhi me të pa, po shpresoj që të kemi me të pas shpejt në Kosovë dhe e mrekullueshme je dhe ti, prandaj arrin më pa dhe më të tillë. Kështu që po nisim ka dale me meditim. Ky meditim do të jetë me fuqinë e ujit, do ta dëgjoni, do ta bëjmë fillimisht edhe një frymarrje tjetër. Pastaj, tek frymarrja do ta integrojmë që qetësinë e mendjes, do t'ju tham mbledhi mendimet, jepja një formë, një sferë, unë e tham zakonisht si gjethet në vjesht, edhe ujin që e një mbrapa, ndjeje si kur ato mendime, si sferë, si gjethe, si ti jepja një formë, unë pastaj tham leje në uj, dhe ndjeje realisht që aj uj po t'i merë, dhe ndjeje që po shkoj larg. E kam fjallën mendimet që janë të randa, dhe kur i mendon, duket sikur me të ra diçka shpatullave. Prandaj, e liron dhe këto bën e praktik të pak të në çdo natë. Përshëndetu me ditën që shkoj. Është kry, sot, të me thënë edhe pak minuta të merë gjumi dhe është kry sot. E djeshma nuk është no, heq, fare nuk është. Kështu që përshëndetu me to, komplet dhe cila mënyra ma e mirë, dhe thot, pa tjetër që është meditimi, po ka shumë gjona tjera, se cili e gjinë për vite. A që shahin, falemderit shumë, po gëzona shumë që je këto, edhe jam e lumtur që të një, kështu që falemderit shumë, po ashtu e minet, falemderit shumë, dhe po e nisim, këtë rukëtim jemi bashkë, kështu që
të gjithë i dim këtu, në asgjë nuk po tham ma tepër se sa ato që të gjithë i dim, po nga njerë po harrojmë, për shkak se përditshmëria, shpejtësia e jetës po i harrojmë, prandaj do të mlidhemi shpesh e ma shpesh, do të organizojmë sesione shumë e ma shumë, që t'ja rikujtojmë vetes, atë që është kjo punë, sikur m'ja ngjit dorën njëri tjetrit, për shkak se nuk jemi ardhur, gjithmonë tham, nuk jemi ardhur vetëm me hëngër dhe me pi. Ato po si po e bëjmë, sepse duhet, po jemi ardhur që me shiju dashurinë, me shiju sinqeritetin, me shiju mirënjohjen. Patjetër, të u bë të vetëdijshëm që ekzistojnë edhe gjëra tjera, tash po i përmendi cilat, po e dini se cili, po bëhesh i vetëdijshëm, çka ka, dhe zgjell ti çka po do me pas në përditshmëri. Hajde, po nisim kadal. Vetëm po shpresoj që po dëgjohet. Po besoj që dëgjohet. Si ka? Okej. Nisim ngadalë. Kur do që je gati, nëse ke dëshirë, mbylli sytë ngadalë. Merre një pozitë që është përshtatshëm për ty. Ashtu si ndihesh rehat, ulur apo shtrirë. Ashtu si ndihesh që po e liron çdo ngarkesë, gjithçka që është më rënd se qetësia e mendjes, e zemrës, e shpirtit tënd. Fillon ngadalë të marrësh frymë nga fundi i barkut, një frymarrje të vetme, të lehtë, të thellë, të qetë, po mbushesh me frymë në gjoks, në fyt, dhe liroje komplet ngadalë. Liroj supët, nofullën e poshtme. Liroj muskujt e fytyrës. Ndjeje ballin, faqet, syt, buzët, hundën, veshët. Ndjeje komplet fytyrën në relaks të plot. Merr prap frymë thellë nga fundi i barkut. Me qetësi të thellë, ngadalë, mbushu frymë, sikur po merr frymë për herë të parë. Dhe liroje komplet ngadalë. Relaksoje pjesën e kokës mbrapa. Ndjeje lëkurën e kokës dhe relakso gjithçka brenda kokës tënde. Anën e djathtë të kokës, anën e majtë, qafën, para dhe prapa. Dhe merr frymë prap thellë. Mbushu frymë nga fundi i barkut.
dhe liroje komplet. Kur po liron frymen, liroj muskujt e shpinës, liroj komplet. Këta minuta janë vetëm për ty. Liroj muskujt e shpinës, të belit, ndjeju nazat në relaks të plot, nga naza e parë, e dytë, e tretë, deri poshtë. Ndjeje një relaks të plot. Merë prap frymë thellë, mbushu me jetë, mbushu me energji të re. Ndjeje frymen si po të mbush në gjoks, në fët, dhe liroje komplet nga dalë, qetë, dhe relaksoje gjoksin, anën e djathtë të gjoksit, anën e majtë, dorën e djathtë, ndjeje në relaks të plot. Ndjeje shuplakën e dorës së djathtë, në relaks të plot. Relaksoje komplet. Nga gishti i madh, gishti tregues, i mesit, gishti unazës, dhe gishti i vogël është në relaks të plot. Dërgove mendjen tek dora e majt. Relaksoje supin, brylin, dhe dërgove mendjen me relaks të plot te gishti i madh i dorës së majt, te gishti tregues, gishti i mesëm, relakso komplet. Gishtin e unazës, gishtin e vogël. Dhe merë prap frymë thellë nga fundi i barkut. Dhe liroje komplet nga dalë. Relaksoj muskujt e barkut. Relaksoj organet brenda barkut. Ndjej zorët si po e kryen punën. Ndjej veshkët si po punojnë për ty. Ndjej mushkrit si po mbushen e po zbrazen me frymarrje. Dhe ndjeje frymen tënde nga dalë dhe në relaks të plot, si po mbushesh frymë. Dhe kur po e liron, po liron gjithçka që është më rëndë se qetësia, se paqja, se momenti i tanishëm. Dërgove mendjen tek këmba e gjatë,
Relaksoje komplet kofshën, gjurin e këmbës së gjatë. Deri poshtë tek shputa. Ndjeje komplet këmbën e gjatë në relaks të plot. Dërgove mendjen të këmba e majt. Relakso kofshën e këmbës së majt, gjurin, deri poshtë tek shputa. Dhe ndjeje komplet trupin në relaks të plot. Dhe tani ngadalë ndjej ngadalë sikur je afër një lumi, je ulur afër një lumi. Ndjeje cicërimin e zogjve. Ndjeje rrjedhën e ujit. Ndjeje gjelbrimin përreth teje. Është qetësi e thellë. Është parajsa në tokë. Dhe tani, a ka ndonjë mendim që po të vjen në përditshmëri apo në këtë moment që është më i rëndë se qetësia jote? Merr atë mendim, çfarë do që t'jetë që nuk po të shërben. Ndjeje si po del nga koka jote. Dhe po kalon në lumë. Po e merr rrjedha e lumit. Ndjeje që po i fut këmbët në lumë. Dhe çdo mendim, çdo ndjesi, çdo emocion që nuk po të shërben, por rrjedh nga këmbët e po e merr lumi. E liroj tani. Liroj emocionet e ulta. Tani, po i merr lumi. Liroj mendimet e rënda.
tani. Dhe ndjeje trupin, si po relaksohet, thellë me thellë. Sa më shumë që po liron nga këmbët në lumë, aq më lehtë e në paqe po ndihesh. Nëse ka ndonjë frikë që po të përcjell në përditshmëri, ndjeje si po ja dorëzon lumit. Tani, ajo po rrjedh, po del nga këmbët e drejtë në lumë. Dhe ti po ndjen qetësi. Ndjeje si një qetësi, si një valë, si një frekuencë relaksuese që po të mbush nga maja e kokës. Ndjeje këtë valë të relaksit të thellë nga maja e kokës. Po të mbush kokën, brenda dhe jashtë. Po të mbush qafën, gjoksin, barkun, kofshët, gjunjet, pulpat, shputat dhe gjithë shka që po e ndjen të rëndë në trup. Është momenti yt tani. Liroje poshtë shputave dhe dorëzoja lumit dhe ndjeje valën e relaksit nga lartë që po zbret poshtë. Dhe merë frymë thellë nga fundi i barkut. Mbushu frymë, mbushu jetë. Dhe liroje komplet ngadalë. Mbushu edhe një herë frymë. Mbushu plot frymë jete. Dhe liroje komplet ngadalë. Mbushu frymë edhe një herë. Dhe liroje komplet ngadalë. Kur do që je gati, hapi sytë ngadalë, lëvizi duart, lëvizi këmbët, ndjeje ambientin përreth, ndjeje energjinë në trup, ndjeje relaksi në mendje. Dhe kujtoja vetës që kujdesi ndaj vetës nuk është luks, është koha që e ndajmë për veten, që pastaj të kemi mundësi të marrim shumë më shumë nga puna, nga lidhjet, nga familja, nga shoqëria, dhe ta shijojmë jetën në një formë komplet tjetër. Jo të jetojmë me energjitë e ulta, me bindjet e ulta, dhe të kënaqemi me pak, të kënaqemi të mbi jetu, e jo të jetu
si qenje të fuqishme që na ka kriju Zoti. Jam shumë e lumtur që e kishim bashkë këtë sesion, patjetër që do shihemi prapë në sesione tjera, me tema tjera. Jemi në kontakt vazhdimisht me gjithçka që ka të bëjë me mirëqenjen tonë, me shëndetin tonë, sidomos ato mental, psiqik, patjetër edhe trupor, dhe gjithçka që lidhet me qetësinë e shpirtit, me fjalë të mira, me butësinë, me kompromise dhe gjithçka tjetër që fillimisht është në të mirën tonë e pastaj edhe të botës përreth. E di që mundemi me thonë, po bota është kaos, gjithçka është kaos, po e përmbyllim me fjalinë që e thash, ta rregulloj njëherë botën brenda nesh, mos trim të folë çka është tu sill në botën jashtë nesh, nëse fillimisht nuk kemi tu marrë me këtë kompjuterin biologjik brenda vetes. Sepse patjetër që duhet të shërbejmë edhe jashtë, do të thotë në botën përreth, po nuk e rregullum çështjen botën brenda nesh, po se kuptum se si është gjendja brenda nesh, atëherë nuk kemi me ditë, as nuk kemi me qenë në shërbim të botës jashtë, përkundrazi kemi më bën ngarkesë për botën jashtë. Faleminderit shumë, po gëzona shumë, nëse veç ju ka shërbyer dhe keni ndjekur meditimin. Qëllimi im ishte sonte që të sjell gjëra për tokë, gjëra që vetëm të mbyll syt, din me aktivizu frymarrjen në formën relaksuese, vetëm të mbyll syt, din se si me ndje shpirtin, trupin, mendjen, vetëm të e pas një person përpara, din si mos me nejt vetëm të gjyku, po ndoshta me pa përtej atij gjykimi, kështu që sa më shumë mlidhemi dhe rikujtojmë njëri tjetrit këto, aq më shumë dashuri edhe gjëra të mira kanë marrë në jetën tonë. Vlora, po gëzona shumë, mirë se erdhe, po uroj që ka me të shërby, po uroj që ka me rezonu me ty dhe të shkop të mbarë gjithçka, nëse jo patjetër të unë, të videot e mia, gjej forma se si me marrë informata cilat e sheh që kontribojnë në rritjen edhe në zhvillimin tanë shpirtëror, të mendjes, të qetësisë, të relaksit, që ta shtojnë dashurinë mas pari ndaj vetes, pastaj ndaj familjes dhe rrethit tutje. Faleminderit shumë për fjalët e mira. Ju përqafoj shumë, ju dua shumë dhe menzi po pres të shihemi në sesione tjera. Natën e mirë dhe deri herën tjetër, kujdesuni për veten dhe ndiqni me shëndet. Çdo të mirë.